Rezultatet preliminare të 7 qershorit treguan se qytetarët kërkojnë një qasje ndryshe në politikë. Edhe pse vetëvendosi mbeti e para, ajo shënoi rënje në mbështetje, gjithashtu edhe Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca fituan më shumë vota krahasuar në zgjedhjet e kaluara. Një sinjal i rëndësishëm ishte edhe pjesëmarrja më e ulët në votime, çka interpretohet si pakënaqësi e një pjese të qytetarëve me situatën politike dhe zgjedhjet e njëpasnjëshme. Në krahasim me zgjedhjet e mëparshme, këto rezultate pritet të nxisin më shumë nevojën për bashkëpunim mes partive dhe kompromisit politik. Mesazhi që del nga votat e qytetarëve është i qartë: më pak përplasje, më shumë dialog dhe fokus te zgjidhja e problemeve konkrete që ndikojnë në jetën e përditshme të qytetarëve.